Këtë rrugë çdo ditë e kalon familja Saliu nga fshati Baqishti i Kërçovës. Jetojnë në kushte të mjerueshme, sa dikujt edhe mund të mos i besohet se dikush jeton këtu. Kjo shtëpi, nëse mund të quhet shtëpi, ka 3 kate dhe secili kat ka nga një dhomë dhe në secilin prej tyre jeton nga një prej vëllezërve. Njëri prej tyre ka familje pesandarqe, jetojnë në këtë dhomë që nuk ka as kushte elementare. Dera e prishur u pa shtretër dhe pas një kusht normal jetese. Për herë në t'i lama që për jashtë, për fleto gosht, për s'kom qysh bëj. Për 2018. Shtëpia 3 kate, shu? Po. E 3 katë, e 3 me ka një dha. Arbeni po barë dru me kalë, por malin e ka largë dhe për një kup dru, rrugën i duhet ta bëj 4 herë. Paratë që nxjerr nga kjo punë i mjaftojnë vetëm për harxhime ditore të fëmijëve, por jo edhe për të kursyer. Unë punoj para vete me dru, me majstrohu shkoj. Ku ka nevojë ma shumë, ku modem qes pare ma shumë, ma që shkoj punoj. Dru me kalë. Dru me kalë, ba. Sa mund të bartish për 1 metër kub do të shkosh 6 herë. 5-6 herë. Drut janë shumë qarë. Arbeni bashkë me bashkëshorten dhe 3 fëmijët e vegjël kërkon nga bamirësit ndihmë për të dalë nga kjo gjendje. Pa kërkuar si të monet në një dikmuë, buë se në shparën që e në kono se në banijës në isa. Qërë, veç se dalë për këto, se me të vërte jetim shumë keq. 2 nga fëmijët shkojnë në shkollë dhe çdo ditë e kalojnë këtë rrugë të improvisuar, sepse rrugë tjetër nuk ka. Vajzat e vogla i lanë me shpresën se dikush do t'u dalë në ndihmë dhe festën e Bajramit ta presin në një vend më të mirë se ky.